Burnley dhe Manchester United kanë barazuar në ndeshjen e vlefshme për javën e 21 të Premier Ligës. Sfida e zhvilluar në stadiumin Turf Moor përfundoi 2-2, edhe pse nuk gjeti rrugën e rrjetës. Armando Broja ishte protagonist në disa raste, sidomos në aksionin personal të minutës së 53 duke bërë atë çka ai di më mirë të bëj. Broja mori topin pothuajse nga mesi i fushës duke dribluar disa lojtarë të Manchesterit. Madje ai e pati lojë fëmijësh edhe përballë Casemiros, lojtarit më me eksperiencë të djajt e kuqme të shkuar të suksesshme të Real Madrid.